Nderimi i pejgamberit a.s. ndaj fëmijëve. Në një ditë të nxehtë të Medinës, pejgamberi Muhammed a.s. shëtiste i qetë në oborrin e xhamisë, duke përshëndetur me butësi çdo besimtar që e takonte. Një voglush me sy të mëdhej somambul troket lehtë në fund të rreshtit, duke parë nga lartësia e trupit të pejgamberit me një përzierje adhurimi dhe turpi. Pa fjalë, pejgamberi ndaloi dhe me një buzëqeshje të ngrohtë uli kokën për të përballur me sytë e vogël e të shqetësuar. Ai afroi dorën në mënyrë të butë, duke i dhënë siguri që çdo frikë do të shuhej në atë prekje zemre. Me zë të qetë e të ëmbël, i tha se Zoti i do të veçlit dhe asnjëherë nuk i harron, madje edhe kur bota duket e madhe e frikshme. Fëmia ndjeu menjëherë ngrohtësinë e fjalëve dhe u përgjigj me një buzëqeshje që ndriçoi fytyrën e tij prej me lajke. Pejgamberi e mori lehtë në gjunjë, e përqafoi dhe ja krahoi flokët me kujdes, duke treguar se çdo qenie e vogël është thesar i umetit. Rreth tyre ndaluan shokët të ndikuar nga butësia dhe pasuria shpirtërore e momentit dhe ndjenjë qetësi që mbuloi të oborrin. Ai i kujtoi se çdo njeri që trajtohet me mirësi, qoftë fëmijë apo i rritur, hap rrugën e mëshirës së Zotit ndaj vetes dhe njerëzve përreth. Me dorën e lirë tregoi për nevojën e përkujdesjes ndaj të varfërve, jetimëve dhe çdo zemre që dridhet nga frika e mëkatit. Fëmia ul në tokë, por shpirtat e pranishmëve mbetën të lidhur fort pas dritës së asaj përvoje të papërsëritshme. Ky moment u ruajt në zemrat e besimtarëve si mësimi se mirësia nuk kërkon madhështi, por sinqeritet dhe përullësi. Çdo herë që një fëmijë kalon pranë xhamisë, ai kujton një buzëqeshje të tillë që i jep energji për të përballur çdo sfidë. Zemrat e të dërguarit Muhammed a.s. vazhdon të frymëzojë çdo njeri që dëshiron të bëjë një ndryshim në botë me një vesh ndjeshmërie dhe një dorë mbështetëse. Në fund të ditës, ai u kthy në shtëpi, lodhur fizikisht, por plot dritë shpirtërore që e mbushi me paqe të brendshme. Ky akt mirëdashësie mbeti si një rrëfim i gjallë, se dashuria ndaj fëmijëve është gjysma e besimit dhe çelësi i shpëtimit të një shoqërie që duam ta çojmë përpara. Duhet t'i motivojmë fëmijët tanë që ata të jenë të edukuar, të jenë të ditur, të moralshëm, të ndershëm dhe të apasionuar pas punës.